Ju përshëndes të gjithëve, mirë se keni ardhur në konferencën për shtyp pas ndeshjes Rajo Vallecano Shkëndija në gjiron e parë të UEFA Conference League. Jemi mundur 2-0 dhe këtu trajneri Jeton Beqiri për të folur rreth përshtypjeve dhe të përgjigjet pyetjeve të gazetarëve. Ne dinim se luajmë kundër një kundërshtari shumë cilësor nga ndoshta liga më e mirë në botë. Dhe normalisht me mundësitë tona që kemi munduam të japim maksimumin. Në përgjithësi jam i kënaqur me angazhimin e futbollistëve, mbetet pengu i vetëm pjesa e parë jo e mirë e jona dhe mënyra se si pranuam golet. Si fillim ishte një ambient i jashtëzakonshëm i krijuar nga tifozët që ishin të mrekullueshëm gjatë gjithë ndeshjes. Unë shfrytëzoj momentin që edhe ekipit të Rajos i uroj fitoren për shkak se e merituan totalisht. Mendoj që në pjesën e parë ne kishim shumë respekt madh për kundërshtarin që na imponon edhe liga nga e cila vin, por edhe në aspektin fizik në pjesën e dytë skuadra vropoi më shumë dhe ishim më të mirë si në mbrojtje ashtu edhe në sulm. Mendoj që është një ndër kandidatët serioz të këtij kompeticioni për shkak që vjen nga një ligë shumë e fortë si është La Liga dhe skuadra e Rajos është skuadër e cila duhet respektuar veçanërisht për mënyrën se si luan futboll në aspektin ofensiv, agresiv dhe unë besoj që edhe ekipet më të mira të botës kanë shumë vështirësi këtu në këtë fushë. Patjetër ato luajnë një futboll që zakonisht e luajnë, futboll me shumë kombinacione, futboll shpejt dhe agresiv, kurse gjithashtu duhet të pranojmë se niveli i tyre është nivel më i lartë se niveli jonë dhe ne nuk kemi mësuar që në kampionatet tona apo edhe në Kupat e Evropës të luajmë kundër këtyre skuadrave të këtij niveli. Dhe mendimi im është që pavarësisht humbjes me rezultat, ne kemi fituar sot eksperiencë dhe kemi mësuar se si duhet të luhet futbolli i drejtë dhe futbolli modern. Unë mendoj se në mes futbollit spanjoll dhe futbollit Maqedonisë, konkretisht flas për ligën spanjolle dhe ligën maqedonase, është një diferencë shumë e madhe se përket nivelit lojës, fushave dhe gjithçka tjetër, por kjo është një mundësi që ne të përballemi me kundërshtar këtij niveli që nuk na jepet çdo ditë dhe shpresoj që në mënyrën më të mirë të mundshme ta shfrytëzojmë dhe në të ardhmen të bëhet dhe të na shërbejë si një shkollë shumë pozitive për ne. Mirë, ju falenderoj gjithëve që ishit në këtë konferencë për shtyp, pason kthimi i Shkëndijës në vendet tona të toftë, të hënën kemi ndeshjen e radhës në kampionat përballë ekipit Pelisterit.